U mlodhëm, natyrisht me entuziazëm. Po pse me entuziazëm? Po ishte kryetari i Bashkisë i Tiranës, pranoi një personalitet, nuk pranoi aty që bë. Fantastike kjo. Po, erdhi vetë ne kishim erdhi 10 minuta para. 10 minuta para. Po. Erdhi mbledhje, mori pjesë në mbledhje ashtu. Po. U bë pranimi, u votua dhe u pranuan parti. Tani votimin më thuaj pak, më të lutem. Votimi me entuziazëm 100%. Me unanim. 37 antarë të Partisë Socialiste që kishte organizuar. Me zero. Me zero kundërshtime. 37 pro po. Dhe 0 kundër. Sjerimi një gjë që kur unë kam marrë organizatën nga viti 1995, kishte 14 antarë. 14 antarë. Dhe gjithë ishin trashëgimi nga Partia e Punës. Të gjithë antarë, gjithë komunistë. Dhe kur është pranuar Rama, ishin 37 antarë dhe nga këta kishin ngel vetëm 12 të vjetër. Dhe mua kur jam pranuar, më thoshin kemi zgjidhur këtë djalin. Këtë djalin, sepse ata ishin Sa vjeç ishit ju kur ishe? Unë ishe 50 vjeç, ata ishin 60-70. Kurse kur e kam lënë organizatën, më mirë kur është pranuar zoti Rama, mua më thoshin kemi kryetar Xhaxhi Kismetin. Xhaxhi Kismetin. Sepse altarësia ishte kriteri. O sa bukur kjo. Sot sa vjeç jeni? Sot jem 77. Të bësh 100. Faleminderit. Tani, u pranuar Rama, çfarë tha? Në kafe u bë mohabeti më shumë pastaj. Mas pranimit. Mbas asaj shkuam në kafe. Kush e pagoi kafet? A që u pranon parti? Të gjithë ju dha kafe? Po, të gjithë. Ju qerasi? Po, me kafe, netëm rreth një orë, bile zgjati më shumë kafja se sa mbledhja e organizatës. Po mbledhja sa zgjati? Zgjati gjysmore. Gjysmore. Po si e prezantove? Ti mbajte fjalimin në mbledhje? Po kishte një formular atëherë. Kishte një formular. Po. Ka bërë kërkesë zoti Rama për të pranuar parti. Po. Është një njëri se është kryetari i bashkisë, se gjithat kishin marrë pjesë fushat, 100% antarët e organizatës kishin marrë pjesë fushat. Po. Dhe nuk pati probleme, më shumë dorë trokitje dhe ngritje në këmbë. Entuziazëm. Tani një gjë nuk kuptova unë. Pse nuk e doni Ramën, sepse ai mendonte që unë do futem në PS dhe se do garonte për kryetarin. Tani unë do ta ndaj në dy pjesë këtë. Po, mas jaro. Antarësia e thjesht e ka mirëpritur Ramën krahapur. Edhe mbasi është pranuar në ata që mjinin në Tiranë, po pse? Më përqafonin që është bërë një punë e mrekullueshme që Edi Rama është futur në Partinë Socialiste. Po pse? Po kishte ndonjë nga këta strukturat, që si me shaka, po si shtemin e shaka e gjysmë të vërtetës, ç'na e bëre peshesh. Ta thoshin këtë. Ka pas. Tani këtu do të them diçka unë ty. Partia Socialiste asaj kohe kuptoi njerëz serioz, njerëz me ca rregulla. Tani Edi Rama kokën e ruante zero, me çorapet kuqe. Një grua le, një merë. Tani, si e pranove ti në antar të Partisë Socialiste? Shiko, kështë dëshur shumë situata. Në 2003 nuk ishte më ajo organizat Partia Socialiste që gjykonte këto gjëra. Ishte krejt ndryshe, u thash edhe një fillim. Ishit modernizuar dhe ju? Jo, ishte antarësia. Ishte antarësia e re. Ishte minorancë fryma vjetër. A e di cila ishte përgjigja e disa, po themi, studiusve që bëni studime thelluara, e pëlqenin Edi Ramën, jo për çarapet e kuqe, jo për kokën që e ruante zero dhe e qete zero, por se ai dinte t'i bënte opozit dhe opozicion Sali Berishës. A ishte kjo? Ishte plotësisht e vërtetë. Ai dinte Sali Berishës fort. Ai dinte të bënte edhe fushat, dinte edhe të fitonte zemrat e njerëzve, ashtu, por mbi gjitha ishte këmbgulës. Tani e tregoj koha. Këta që ishin lart pse nuk e donin. Fatos Nano, ata aty pritjer i kanë tarësohu njërë te Kismet Meta. Tani, unë nuk mund të them një përgjigje të saktë në këtë çështje, sepse unë nuk bëja pjesë të strukturat e larta të partisë. Ti ishe thjesht një kryetari i një grupi, kryetari i një organizate socialiste. Që më lote një qendër votimi dhe si thua përgjegjësia ime ishte që bashkë me organizatën të dalë sa më mirë zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Këto strukturat e larta pastaj i dinë më mirë ata që i kanë gjykuar. Tani, mbas bisedës që bëhet aty, çfarë tha në kafe? Çfarë tha Rama? Sepse ai tregoi një mirënjohje të madhe Partie. Unë mirënjohjen e vlerësoj,
e vlerësoj, po mirënjohje i takon gjithë organizatës. Mban në një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka. Po. Diskutoi Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl. Po. Ashtu megjithëse ishte mbi 70 vjeç, po, por ka diskutuar si të ishte. Ju vetë çfarë thatë për Ramën kur morët fjalën? U thash që zotin Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Po. Tashti zoti Rama më thotë 2 llafe. Edhe pastaj foli 2 llafe shkurt, siç flisën në rrezat. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të thënë ka pasur këtë, ka tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë dhe të mush me njerëzve. Që ke një ramist ti e paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e në vitin 1947. Po. Në Elbasan, fëmia e parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë. Po. Edhe ishte fat edhe ta punim me Kismet. Kanë ardhur me vrap për të vuar emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushërim. Kushërim. Kismet. Dhe sa Kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë. Unë nuk njoh. Emër biblik thënë. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në lidhje me Ilirmetën. Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande jam vetë. Edhe unë e di që ande jeni. Po Shqipëria do dalim të njohur, pastaj po Shqipëria nuk është e çuditshme që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë mbiemra Gjoni. Tani, mbaroi e pranove Ramën. Ç'a ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët. Kjo na ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutoi shumë. Që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk dinë në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Ashtu. Rregull ishte detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist. Po. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Ramën. Jo, ishte 50 vjeç, ishte 50 vjeç atë ditë. Atë ditë. Atë ditë do të ishin në punë. Jo, ishte në punë private. Ishin në punë private, jo shtet. Punoja në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk çfarë kryetari paska qenë ti në vërtet ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, çfarë sillej mirë të dëgjonte apo përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po vinte mbledhje? Ne i bënim rrallë mbledhje. Nuk bënim mbledhje si dikur, muj. Ihen 3 muaj me rast fushatash. Po, sigurisht. Si thush, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë parti me rregulla strikt, të mbledhim për muaj, të bëjmë diskutime kështu. Rrallë mbledheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Ç'a ndodhi? Ishte e pritshme. Për ne ashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Që të bëj. Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Po, për ne e përcollim me dhimbje, nuk e përcollim me gëzim. Qa thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? E kemi shprehur. Çfarë i thatë? I thamë që këti i takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer, po drejton Tiranën 2003 kjo? 2003. Atëherë Bëgara. Po. Këto mendime i kemi shprehur. Ja ke thënë dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përshëmbarje. Me Musa kam respekt të veçantë, dhe edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im. Po po ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musaj. U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi?
Musaj është i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vjeç është? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja më hon kush. S'ja ka më huar kush. Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve. Tani Rama humbi, ç'a ndodhi pse? Asgjë. Nuk do në një tragjedi e madhe. Aty ishte, do fitonte prap. Garoi në 2005. Garoi në 2005. U zgjodh kur fitoi garën dhe u zgjodh kryetar. Patjetër. E ke takuar mbas asaj kohe? Unë në 2000 mas 3 vjetësh konkurova për të punuar në bashki. Po? Në drejtorinë e kontrollit territorit. Po? Dhe fitova konkursin. Po, e takove Rama? E takova se drejtoria ku unë punoja varet drejt për drejt nga... Po ti e takove para se të garoja apo pas? Pas. A i zinde gjë që kishe garuar ti? Asgjë nuk ditë që kam garuar. Dhe të takoj? Vetëm kur është bën mbledhja e drejtorisë së kontrollit territorit. Të pa aty? Më pa aty. Po? Dhe këto kanë qenë këta. Ishte... Çfarë të tha? Urime. Urime, kaq. Jo, nuk të kujtoj që shikon se ti më ke pranuar në parti? Jo, nuk bëm të tilla. Jo. Po, më pas kur u zgjodh kryeministër? Kur u zgjodh kryeministër, gjëja që më ka lënë, që e kam dhe sot si kujtim të veçantë, ishte në Vorë. Po? Kur u zgjodh kryeministër dhe mbasi gjysmore bëj një mesazh. E uroj. Suksese, jam i lumtur që u zgjodhe kryeministër. Mas 2 minutash ka marrë në telefon. A, në telefon? Në telefon. Dhe çfarë tha? Dhe më tha, mes qindra urimeve, unë veçoj urimin tënd. Urimi jot është më i sinqerti që ka marrë deri tani. Si të thrisë Rama? Gjigant. Gjigant, ë? Unë i thoshe gjigant vetëm një ka. Ti i thoshe edhe nga ana fizike. Po nga fizike, po tjetër. Nga ana fizike. Se unë këtu i vija ti. Tani, nga 2013 ai ka marrë 3 mandate dhe i kërkon 4 mandate. Shumë ka ndentur, ë? Unë mendoj që është në kohë për të fituar mandate e 4 dhe meriton. Ju tani jeni për strukturat e partisë? Unë jam antar i Partisë Socialiste, se më shkputa si dit nga Partia Socialiste. Normal, kryetari nuk shkputet. Se më shkputur. Po, kam ndërru vend banimin dhe jam në njësi 5. Po ati je organizuar? Jo, i zgjidhur jo, se tashti. Mosha? S'ka nevoj për 77 vjeçar Partia Socialiste. Ka nevoj atje të rinë, po e pytën t'jap likëshill, po se pytën 3 urt. Një i kryetari opozitës është Stefani? A është kryetari madh? Po flasim kryetar të vegjël? Po, si mendon, si e ka drejtuar Partinë Socialiste Edi Rama? A ka shërbyer ajo që ju e antarësuat në Partinë Socialiste për mirë? Në perceptimin tim e ka drejtuar më mirë në të gjitha kohrat. Kush ishte më i mirë, Fatos Nano apo Edi Rama? Për mua, po Edi Rama. Këtë nuk do ta marr si shenjë servilizmi? Jo, nuk kam asnjë lloj kërkese tani për të bërë servilizmin edhe për të bërë karrierën. Po mund të kesh të fëmijët e mi për të mbesa, mund të kesh interesa tani. Asnjëherë nuk e kam lidhur këtë çështje me interesa. Unë personalisht. I takojnë brezit tjetër, brezit idealizme. Asnjëherë se kam lidhur. Ju mendoni që e ka drejtuar mirë Partia Socialiste? Ka flet vetë fakti që ka fituar 3 mandate. Që në saktë kësaj partie i ka fituar. Tani nuk është se ka ecur dhe aq mirë punët kësaj qeverie dhe kësaj partie, se me një 10-20 arrestuar nga Spaku dhe personalitetet larta, si e përcjell këtë? Ne përdorim një llaf. Çdo dash varet nga këmbët e veta.